Ndërsa ministrat e emëruar janë në pritje të dekretit të presidentit të Republikës, Ilir Meta i LSI-së dhe kryetar kuvendi beson se nuk do të ketë krizë kushtetuese. Ai e lë në heshtje kërcënimin e ministrës së Shtetit Ermonela Felaj për mundësinë e një nisme për shkarkimin e presidentit të Republikës nëse nuk respektohet afati kushtetues i dekretimit, nismë që në çdo rast nuk do të realizohej pa 94 vota deputetësh dhe një vendimi të gjykatës kushtetuese. Unë besoj se ne kemi nevojë për një klimë sa më bashkëpunuese midis institucioneve, në respekt të zbatimit të kushtetutës, edhe besoj që gjithçka do të ecë sipas parashikimeve që bën kushtetuta. Kështu që nuk kam asnjë arsye për të qenë i shqetësuar se një iniciativë e tillë do të keq përdoret për të sjellë konflikt apo kriza kushtetuese artificiale dhe panevojshme. Meta u pyet nëse janë të pritshme ndryshime të reja në qeveri, duke kujtuar thënien e tij se qeverisja ka vazhdimisht nevojë për impulse të reja, por ai tha se kur flitet për këtë, jo domosdoshmërisht në mend duhet të kemi ndryshim ministri apo zëvendës ministri. Dhe mbi të gjitha mendoj që përmirësimi i klimës politike në vend është thelbësor. Çdo konflikt i tepërt, i pa nevojshëm me karakter bllokues është një kostum shumë për gjithë qytetarët tanë. Meta shprehu optimizmin e tij edhe për miratimin e afatet të reformës në drejtësi dhe e Byros Kombëtare të Hetimit, të dyja sipas tij në optikën e Komisionit të Venecias. Dhe natyrisht ka patur disa qëndrime të ndryshme për të pritur Komisionin e Venecias, pra për ta gjykuar vendosjen e Byros në kuadrin e gjithë ndryshimeve që do të psojë sistemi ynë kushtetues dhe ligjor, apo për ta bërë përpara. Ju e dini që ka patur një sistem të Partisë Demokratike para disa javësh që kjo gjë të ndodhte më një herë. Ne kemi qenë dakord dhe në momentin që qeveria ka kaluar këtë iniciativë, ka patur një reagim tjetër që duhet pritur përfundimisht opinioni përfundimtar i Komisionit Venecias. Kështu që edhe për këtë çështje unë kam besim plot që do të realizohet edhe në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe në përputhje me gjithë kuadrin e reformës në drejtësi. Ilir Meta dhe Luan Rama dolën në këtë konferencë për median me një mesazh fillestar për gjithë antarësinë e partisë, kartat e të cilëve do të ripërtërihen. LSI numëron 40.000 antar dhe këtë vit zgjedhin kryetarin sipas parimit një antar një vot. Në zgjedhjet e shkuara Ilir Meta u rikonfirmua kryetar përballë Luan Ramës, i cili më pas u zgjodh sekretari i përgjithshëm i LSI-s.